Pas 839 ditësh burg, Deni Alves u lirua si i pafajshëm. Ndërkohë, ai bëri 839 ditë burg. E dini pse? Tani po ja u tregoj, që të kuptoni se në çfarë bote jetoj. Veç për një vajzë që ajo deklaroi gjoja që ai e përdhunoi. E përdhunoi në një banjo publike, sipas saj, mirë po fjalët e tij nuk kishin asnjë vlerë në gjyq. Në fakt, në sallën e gjyqit i shkreti, ai mbushi syt me lot sepse nuk dinte se si të përgjigjej. Ai dha përgjigjen e tij duke thënë që unë nuk e kam prekur atë vajzë. E njoh, po nuk e kam prekur. E megjithatë, pas 4 vjet e gjysmë, morën vesh që çdo gjë ishte një krijim i asaj vajze. Dhe e dini pse? Sepse vajzës i thanë që ti nëse denoncon një që ka para, ti mund të marrësh edhe $1 milion, dhe ajo kështu bëri. Një tipe, një Ester Garcia, 23 vjeçe, pasi tha, pra, deklaroi publikisht me anë të një avokateje, që avokatja nuk donte t'ja dinte nëse ishte e vërtet ose jo, por ajo i tha që ti do marrësh $1 milion, dhe kështu bëri. Pasi e denoncoi, mori $1 milion. Ndërkohë, jeta e Alvit u shkatërrua komplet. U shkatërrua sepse gruaja sapo e mori vesh, e grisi atë kontratën e martesës dhe ai u gjend i vetëm, pa para, pa asgjë. Bile ja bllokuan të gjitha llogaritë. Më në fund nuk pati asnjë kokër leku që të mund të este përpara. Bile shoku i tij i ngushtë, që ai nuk do ta harroj kurrë, e ka ndihmuar. Neymar i pagoi $150.000 për të mbuluar, pra €150.000 për të mbuluar gjitha shpenzimet e avokatisë dhe çfarë ndodhi gjitha ato vite. Dhe për 4 vjet e gjysmë ai e filloi pra jetën nga e para. Sepse jetojmë në një botë që siç e kam thënë për herë, në botën e gabimeve, kemi bërë një ligj dje për ta mohuar sot që të bëjmë një ligj sot ta mohojmë nesër. Dhe në fakt Neymar u mallëngjye shumë, sepse ai e njihte shumë mirë dhe dinte shumë mirë që nuk kishte ndodhur një gjë e tillë. Por kur e zbuluan pas 4 vjet e gjysmë, i dhanë të drejtë dhe e liruan. E liruan, por është e kotë, sepse ai e filloi jetën nga e para. Në fakt, nëse e shihni edhe këtu, zbathur kështu dhe për të treguar me një fjalë që u lirua më në fund, por e filloi jetën nga e para, pa asnjë lek. Pastaj e filloi jetën edhe me gruan shoqyr që gruaja e tij në fund e kuptoi që nuk ishte e vërtet ajo që thoshin të tjerët, por çfarë i thoshte burri i saj, dhe tani ka filluar të bëjë një jetë normale, ka 2 fëmijë dhe mundohet që të eci ditë pas dite. Por ndërkohë, gjithë ajo punë që bëri, gjithë ai mund që bëri, u shkatërrua për një ditë. Pse? Sepse dikush u ngrit në mëngjes dhe tha, ky tha më ka prekur. Dhe nga ai moment e shkatërruan totalisht. Tani ka ndodhur edhe në vende të tjera, por pyetja ime është, doja një përgjigje në tuajën, ose ta diskutojmë së bashku. Pyetja është, a është e drejtë që një vajzë të thotë që ky më ka ngacmuar ose ky më ka prekur dhe nga ai moment të shkatërrohet jeta komplet dhe pastaj, pas një viti, sepse ndodh që edhe ka ndodhur që ka prekur me të vërtet, por në disa raste nuk është e vërtet. Dhe sipas jush, a është e drejtë kjo apo jo? Pres komentet tuaja që ta diskutojmë. Ndërkohë, miku ynë, pra një nga futbollistët që ju padyshim e njihni sepse e keni parë disa herë, Deni Alves, bëri 839 ditë burg. Dhe në fund, nuk ishte bërë asgjë. Pres komentet tuaja, ditë mbarë.